Krye prokurori i prokurorisë themelore në Prizren Petrit Kryeziu e ku ishte edhe drejtori krimeve ekonomike Fatmir Karoliti, sot kanë organizuar konferencë për media me rastin e aksionit të madh, ku u tha se ishin të përfshirë 400 pjesëtarë të policisë së Kosovës, si dhe një numër prokurorësh për të vurë nën pranga 39 persona, zyrtarë të dyshuar për shkelje dhe keqpërdorime të transaksioneve të shumta në vlerë mbi 1 milion euro nga BKS. Krye prokurori Kryeziu me këtë rast tha se pasi që kemi marrë konfirmim nga Byroja e Kosovës së Sigurimeve dhe kemi marrë konfirmim zyrtar, kemi filluar këtë aksion ku nga 47 të dyshuar janë ndaluar dhe po merren në pyetje 39 prej këtyre. Kemi konfiskuar 23.700 euro stoli ari, orë dore të shtrejta dhe vlera konfiskimeve kalon 1 milion euro, tha ai. Po flasim për një rast ku ne sot kemi marrë urdhëresat e gjykatës për mbastisjen e shtëpive dhe lokacioneve të 47 personave, mesin e tyre një person juridik, dhe po ashtu mund të konfirmoj para ju se këtij aksioni ka paraprirë edhe aplikimi i masave të veçanta hetimore. Fjala është për keqpërdorimet që janë bërë në Byron Kosovare të Sigurimeve. Cak i hetimeve, në mesin e hetimeve pra janë ish drejtori ekzekutiv i BKS-s dhe ish drejtori i departamentit të hetimeve, po ashtu të Byros Kosovare, departamentit financiar faktikisht të Byros Kosovare të Sigurimeve, të cilët duke keqpërdorur autorizimet që ju kanë besuar nga BKS-ja, ju kanë mundësuar personave të ndryshëm, përmes personave të ndryshëm dhe vetvetes që të bartin transaksione të ndryshme, ku kanë arritur përfitimet më dha për vete dhe i kanë shkaktuar dëm të madh Byros Kosovare të Sigurimeve. Po ashtu kanë keqpërdorur autorizimet ekonomike dhe kanë përpiluar dokumentet falsifikuara, të cilat ne deri në këtë fazë kemi vlerësuar që ato dokumente të dyshuara faktikisht i kanë përdorur si të mirëqena dhe përmes kësaj i kanë shkaktuar dëm Byros Kosovare të Sigurimeve në vlerë prej 1.043.000 euro. Për me qenë më të qartë, deri në këtë fazë, ne kemi arritur që të sigurojmë 166 transakcione të dyshimta. Në mesin e tyne, 25 transakcione kanë të bëjnë me 12 persona, me të cilët kanë arritur ujdi fiktive jashtëgjyqësore, kinse për përfaqësim si të autorizuar përfaqësues të personave që më herët kanë pasur aksidente në komunikacion dhe i kanë kompenzuar në vitin 2022 dhe 2023 përderisa persona të tjerë veç se kanë qenë të kompenzuar qysh në vitet më hershme 2016 dhe vitin 2017, po ashtu kanë aplikuar edhe 141 transakcione tjera të persona të ndryshëm pa asnjë dokument të vetëm dhe kanë bartur shuma të ndryshme. Shuma më e vogël e transakcionit ka qenë 6.800 euro, përderisa më e larta ka qenë 68.000 euro. Aksion të sotshëm i kemi pas target 46 persona fizik dhe ka përfunduar aksioni me 39 persona të arrestuar, për cilët prokuroria ka lëshuar vendim për ndalim. Po ashtu, aksioni sotëm, i cili ka përfshirë gjithë territorin e Republikës Kosovës, nga Prishtina në Prizren, nga Prizren në Mitrovic, nga Mitrovica në Pej, Klin, Raovec, Obilic, Gjilan, Ferizaj e deri në Dragash. Nuk ka pasur region që nuk ka pasur mbastisje dhe kontroll dhe arrestime në ditën e sotshme lidhur me këto keqpërdorime. Vlen të theksohet se sa i përket sekuestrimeve, kemi sekuestruar të holla kesh në vlerë prej 23.700 euro, kemi sekuestruar ari, aksesor, orë dore të ndryshme, armë, pajisje elektronike dhe gjithashtu kemi pas bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me njësinë e inteligjencës financiare dhe kemi arritur që t'i bllokojmë të hollat në vlerë prej 1.300.886 euro. Kjo pra është bilanci, ne kemi qenë teren 7 prokuror, së bashku me mua 8, dhe kemi pas njësitë të shumta policore, rreth 400 zyrtar policor. Kurse drejtori i krimeve ekonomike Fatmir Karoliti me këtë rast ka dhënë informacione për veprimet e pjesëtarëve të policisë dhe suksesin që secili prej tyre ka qenë në krye të detyrave, kurse sa i përket atyre që nuk janë dalur sot, ata gjenden jashtë Kosove, por edhe ata po punohet që së shpejti të gjenden para drejtësisë. Kemi pas një rast përbashkët, apo kemi marrë autorizim nga Prokuria Themelore e Prizrenit, e që është një rast shumë specifik ku Prokuria e Prizrenit angazhon një grup
prokurorësh për shkak të volumit të këtij rasti dhe po të njëjtën gjë dhe ne angazhojmë një grup hetimor, i cili grup hetimor në bashkëveprim të ngushtë me prokurorët e caktuar në këtë rast kanë kryer një punë shumë të suksesshme, e cila siç u njoftuat më herët ka rezultuar sot me arrestimin e 39 personave dhe kryen e kontrollave apo pastisjeve në të gjitha këto lokacione. Operacioni është organizuar në shkollë vendi për shkak të shpërndarjes së personave të dyshuar. Ky operacion ka përfshi angazhimin e numrit të madh të zyrtarëve policor, rreth 400 zyrtarë policor janë angazhuar, edhe pse kemi pas kushte meteorologjike jashtëzakonisht vështira sot, gjithçka ka funksionuar sipas planit dhe të gjithë zyrtarët policor kanë kryer detyrat e tyre me sukses të lartë. Ky sukses apo ky rast ka rezultuar me sukses të jashtëzakonshëm dhe ka dëshmuar bashkëpunimin shumë të ngushtë që ekziston mes prokurorisë dhe policisë. Nuk kam diçka tjetër për të shtoj. Faleminderit. Nëse keni